Tani jam në procesin e mjeljes tek një fermë e madhe, shumë e madhe, është vjen SHPK. Sa kohë ka këtu gjithsej? 1000 që është hapur si subjekt? Ky është blerë si fermë vogël me rreth 150 kafshë, domethënë. 150 ka pasur. 150 në 2005. Domethënë rreth 20 jemi në vitin 21. Sa kohë ka tani? Sa kohë ka? Ka rreth 1400 kafshë. Tani jemi me 1400 kafshë. Wow. Sa kalojnë tani që bëhet mjelja? Në këtë moment mjelja e drekës, domethënë, është diku ke 700 pak krerë. Se sa mjelje bëhen gjatë ditës? Bën 3 mjelje. 3 mjelje në ditë? Po, mjelja e parë kryhet në orën 3 deri në orën 6. Mjelja e dytë fillon në rreth orës 10:30 deri në orën 2. Dhe mjelja e tretë është mjelja e darkës, fillon në rreth orës 6 mbasdite deri në orën 8:30 në natë. Do më tregosh pak për shembull çfarë po bëjnë zonjat tani? Zonjat fillojnë nga njëra nga zonjat kryen procesin e pastrimit të gjive dhe njëra vendos makinerinë e mjeljes. Do ato pastrojnë tani? Po, pastrojnë atje, gjin, normalisht vi nga stalla për të pasur gjithë pastër gjatë mjeljes. Duhet pastruar gjin. Pastaj vë makineri. Pastaj vë makineri. Dhe është një farë mënyrë gjatë kohës që rrotullohet impianti, kryen edhe procesin e mjeljes. Edhe mbasi mbaron mjeljen, makineria stakohet automatikisht. Në fund të impiantit pastaj është dikush tjetër atje që bën edhe disinfektimin e gjinëve mbasi mbaron mjelja. Ka dhe disinfektim mbas mjeljes. Do të thotë të gjitha këtu tani janë në radhë për mjelje. Janë në radhë për mjelje. Ky është vendi ku mblidhen në pjesa e zona pritjes. Zona pritjes, vin këtu pastrohet, bëhet mjelja. Në total pastaj sa merr ti te kjo mjelja e mëngjesit, e drekës, e gjashtës? Shiko, kjo matet me sasi ditore, po dhe shumë. Ne marrim diku ke 18.000 litra në ditë. 18.000 litra në ditë, të gjitha? Po një lot, një për shembull, kjo dyshi. Do të pas specifikisht, po ato variojnë, këto janë kafshë intensiteti që kanë sasi prodhimi dhe ne mesatarën e tufës për individe kemi diku ke 31-32 litra në ditë. Një lot 30 litra në ditë? Wow! Po pse tonë atëre nuk ka krerë, nuk ka qumësht, në kuptimin, pse është kjo ide? Se është, perceptimi është, ka rënë krerët. Perceptimi është dhe është i saktë, është rritur, në qësën për para ti merje 20, 18, lopët e rendimentit dartë merje 18-20 litra në ditë, sot merë 30, 31, 32, ke individ që t'japin dhe 20 dhe 22, dhe 25. Po mesatare 30, 31. Edhe 25, ka? Po, dhe 25. Pra, do më të që ka ndodhur, janë rrullur krerë? Është rrullur numri krerëve, por është rritur rendimenti për kafshë. Përveç se ka ndodhur konsolidimi i tregut, domethënë nuk ekzistojnë më shumë fermerët e vegjël me 1-2 krerë, që ishin në numër të madh. Po ekzistojnë fermerë me më shumë krerë për individ, për fermerë. Janë është krijuar mundësia që të ketë ferma më të mëdha dhe ferma mesatare. Jo, nuk po flasim vetëm në nivelin që jemi në nivelin fermë madhe. Po, është rritur numri fermerëve që kanë nga 20-30 kafshë, që janë konsiderueshëm. Ata me 1 me 2 praktikisht nuk ju intereson dhe atyre të punojnë? Po se, paktën në opinionin tim është që një fermë tjetë rentabël për të mbajtur një familje, do të ketë paktën mbi 15 krerë lopë, që tjetë. E kuptoj. Pra do të thëmë, edhe perceptimi ju është rregull që nuk kam interes të mbash krerë. Të dyja qëndrojnë. Edhe perceptimi, edhe e vërteta është që jo se s'ka interes, po interesi është të kesh shumë dhe rendimenti është rritur. Për shkak të trajtimit. Ekonomia shkallës. Është njëjti parim, ekonomia shkallës. Dhe ndërkohë është rritur rendimenti dhe për shkak të ushqimit, kujdesit. Domethënë këtu gjërat maten me gram. Domethënë që të racioni ushqimor, të çdo gjë. Për shembull, më fal, kënë tabela aty, shikojmë dot çfarë është ajo tabela? Ajo tabela tregon aktualisht lopët që janë në mjelje. A kjo tregon edhe sasinë në litra, sa është pritshmëria që duhet të ketë ajo në litra gjatë kësaj mjelje. Stalla është pozicioni që ka te impianti. Numri domethënë që ka te impianti, nga 1 deri te 36. Tu është numri individual i kafshës, sistemi identifikimit i branshit. Ka një smart tag që detekton, domethënë që bën lidhjen e secilës lopë. Informacioni. Tu është sasia e qumshit që është matur aktualisht nga impianti. Aktualisht dhe këtu është ajo që pritet?
Wow. Tu është sa përqind e asaj që pritet është realizuar deri tani, sepse procesi është një gjë mendova nuk se ka do. mbaruar. Sa përqind e asaj është realizuar. Tu është konduktiviteti. Domethënë se sa konduktiv është qumshi në një për të matur cilësinë e qumshit. Dhe lopët që janë me konduktivitet lartë presupozohet që të jenë me mastite dhe duhet trajtuar, domethënë kjo ta tregon përpara kohës se të jetë problemi te kafshët. Domethënë ky është ai mikromenaxhimi që ty të bën të jesh më efektiv edhe Çfarë bën sa po e shikon këtë shenjën, me njerë kujdesesh për? fillon edhe e ndan veçat e lop, impianti e ndan automatikisht vetëm fund kur del atje e ndan në rrugët se ku do ta çojë. Se ku do ta çojë që domethënë veterineri pastaj ketë mundësi ta kontrollojë të Pastaj këtu është koha pastaj. Ajo është koha se sa ka zgjatur mielja për atë lop. Shumë interesante. Pra ti e ke të gjithën këtu. Ti çfarë do të të pyes? Kjo është vetëm kjo është vetëm një kafshyrë pjesë, kjo është vetëm një pjesë shumë e vogël e realisht se sa dhëna ne masim për Po kafshë. i ke të dhënat e tjera? Kemi kompjuter I ke aty, që të kalojmë direkt. Pra, asgjë nuk ndodh Atje këtu ne pa merremi. të Kjo dhënë. është vetëm më shumë për mielësit tu që ta shikojnë, domethënë nëse ka një gjë që nuk shkon,